Siguria e fëmijëve në internet. Çka është interneti? Interneti është një rrjet global i kompjuterëve të lidhur që janë në gjendje të komunikojnë ndërmjet kablove, linjave telefonike dhe satelitëve. Interneti mundson shpërndarjen e informacioneve, të cilat mund të shkarkohen nga cili do përdorues. Fjala internet ka kuptimin International Network, që në gjuhën tonë do të thotë rrjet ndërkombëtar. Vendet prej nga të cilat fëmijët kanë qasje në internet janë shtëpia apo përmes kompjuterit personal, shkolla apo përmes kabineteve të kompjuterëve si dhe wirelessit, në internet kafe apo ambiente tjera publike, si dhe në zona publike ku më së shumti në kafeteritë të cilat kanë wireless. Fëmijët e përdorin internetin për të argëtuar, për të komunikuar me njëri tjetrin, për të dëgjuar muzikë, si dhe për të hulumtuar. Ndërsa ndër aktivitetet më të shpeshta online të fëmijëve janë rrjetet sociale. Të disa pika që duhet të shqyrtohen me fëmijët në lidhje me profilet e tyre në rrjetet sociale janë plotësimi të dhënave personale, postimi në rrjetet sociale, shkarkimi i fotove, filmave, muzikës nga burime të panjohura, komunikimi online me të panjohur përmes chatit, si dhe klikimi i njoftimeve apo reklamave që shfaqen. Por çfarë poston fëmia juaj online? Emrin dhe mbiemrin, adresën dhe numrin e telefonit, fotografi personale, lokacionin, si dhe postime të ndryshme rreth gjendjes emocionale dhe ndodhive të fundit. Çka nuk din shumica e prindërve dhe edukatorëve për monitorimin e fëmijëve online. Ka 3 nivele kryesore për përdorimin e kontrollave prindrore. Internet Service Providers, apo ofruesit e shërbimeve të internetit, mjetet me të cilat e shfrytëzoni internetin, si dhe software-i. Ju gjithashtu mund të bëni filtrimin e internetit. Mund të bëni filtrim të përmbajtjes për të ndaluar qasjen në faqe të caktuara, siç janë faqet pornografike. Mund të bëni kufizimet kohore për të kufizuar kohën gjatë së cilës fëmijët mund të përdorin internetin. Mund të bëni monitorimin i cili ju informon rreth faqeve të cilat fëmiu juaj ka tentuar të vizitojë, si dhe mund të raportoni që ju jep informata rreth faqeve që fëmiu juaj i ka vizituar. Për më shumë informata, ju mund të vizitoni faqen www.internetisigurta.org.